Zotri Shaljani, një informacion që kemi prej prokurorisë është që vrasja arreshterit Lika lidhet me punën që e bën ai. Tash informacionet të reja kanë dalë që ky ka qenë Lika Indjeri, ka qenë duke e hetuar këtë grup. Pra nëse një rreshtar policie bie prej këtij grupi, kjo të bën ty të dyshosh si një qytetar i thjesht, pa ndonjë detyrë zyrtare siç është ajo e policit, të mos ndihet i mbrojtur. Fillimisht veç kisha dasht mu lidhën tek pjesa e hetimit. Patjetër. Unë kam dëgjuar që ma herët ka qenë i involvuar në hetim të disa në mënyrën e vet, pra ku ka qenë për shkak të djegjes së gjykatës. Po, ka mundur me hetim. Ndërsa për grupet ekstremiste nuk ka mund të jetë hetim për shkak se policia ndahet në drejtori dhe departamente të ndryshme. Edhe me hetimin e personave për ekstremizëm apo për terrorizëm apo diçka tjetër janë njësitë e veçanta të cilët e kryejnë hetimin. Nuk e mendoj që mund të jetë në hetimin e atij grupi lidhur me ata, po mund ndodhë që ka pas informacione, ka deponu informacione, apo edhe ka hetu rastin të cilën ka qenë tek djegja e gjykatës. Mirë po, ne do të jem ta përkrahim, si që tha Genci ma herët, lidhur me edukimin. Nëse tek ne edhe për shkak se edhe tek arsimi ne jem dopt. Mirë po edukatën nuk e kem. Gjitha institucionet shkollore, tult edhe të mesëm, është institucion edukativ arsimor. Do me thonë primari është edukimi, pastaj vjen arsimimi. Ndërsa tek ne kemi qalu, jo vetëm Kaçanik, kemi qalu në gjithë Kosovën, sepse sot është rasti në Kaçanik që jemi duke diskutuar, mirë po para disa jave ka qenë rasti në Vushtrrit që ne kemi diskutuar. Kështu që konsideroj që institucionet shtetërore, po mu për ata... I mitur apo i rinë